Po, tani është tjetra, ka dhe shembuj të këqij, për shembull ka njerëz që po përmend TikTokun, ka njerëz që sot TikTok nuk di çka përfaqësojnë ose çfarë shembulli japin. Në shumicën e rasteve në TikTok ki shomje, ki degenerim, e tani këto gjona do të mi dallu. Do të mi dallu diçka çka është e keqe. A është fama e TikTokut? A trajtohet si famë? Menoj se po, se sot një dikush që po merret me TikTok po merr famë. Në mundu me thonë, po ai s'ka dalë kur në ashtë në televizion. Po ai është i famshëm. Ti sot me vetë për dikon që bën video në TikTok, nështë me hi me vetë njerëz e njohin. Thonë, po, një këto, ku ke po në TikTok? Do më thonë, është një lloj fame që edhe rrjetet sociale ta japin. Po tash e keqja është se po përdoret për të keq shumicën e rasteve. Por unë mendoj që ajo e TikTokut nuk është një famë që zgjat, sepse vjen çdo herë një mëjeri, e kupton? Një njeri që bën degenerim më keq, edhe më keq dhe harrohet ai. Më kupton, nuk është një famë. Ajo është edhe qyshe mirë mban ti famën, se edhe një këngëtar mundet me kon shumë i famshëm, edhe nuk vazhdon me bë diçka të re dhe ai shuhet. Po flasim për njerëz që janë bërë të famshëm TikTok me një video, ato patjetër që s'din ta mirëmbajnë famën, se i ka ardhur bum. Më kupton? Po. Është bërë një video virale dhe i ka ardhur papritur. Ai të nesërmen është zgjuar i famshëm dhe ai nuk di ta menaxhoj. Dhe vetëm vjen duke groposur veten, por nuk e kupton për momentin. Po. Nuk e kupton. Simon, çka ndodh me TikTokun? A janë të famshëm ata njerëz që dalin TikTok? Po, tash a janë influencera? A janë njerëz që do të mund ndjek? A janë shembull? A është varet për secilit. A do të më ndjek, as do të më ndjek. Po a janë të famshëm po, se fama është apo sot ka armësi, s'është patjetër me dalë televizion më bëj famshëm. Ma, është ka ndikur, po tash s'është patjetër më dalë televizion gjithçysh për më bëj famshëm. Ose me kanë teatr ose është famë. Në TikTok është famë. Sa është vlerë që ajo fama tina, është atë është diçka tjetër, se ojë si tha, me mbrëmje ke bën një video nesit me ngjes i show me 200.000 views, kanë pa 200.000 shqiptarë, nuk është pak. Edhe për shka me të njek tani ty. Po, që njeri, për shembull, që ka ra me flejtat e uçun i famshëm, a është një shok për ta? Po. Për njerë kur qohet i famshëm, është një farë shoku, edhe një farë trazije që i ndodh ati, edhe nuk ka kryej në shkollë të aktrimi që mësojnë profesorat, që një ditë ke mu boj famshëm, e ti dosh mu sjell kështu, e ti dosh me bo kështu, nuk e din se si do të mu sjell. Pastaj këtu mendoj që këta janë ata njerëz që ndryshojnë për keq me famën, sepse nuk din ta menaxhojnë, nuk ka një ekuilibër. Edhe plus mos e bën nuk janë rritur gradualisht. Mos e thot ti mos më kallëzo mu, se më ka ndodhur mu, ti mos më kallëzo mu, thotë se unë jam boj famshëm vetë,